Sonte, dikush do të hap iftarin vetëm. Në shumë shtëpi sonte, iftari do t'jeti thjesht. Ka nëna që presin telefonatën e fëmijëve nga mërgimi para ezanit. Ka baballar që lutën në heshtje për një punë më të mirë. Ka pleq që agjerojnë jo vetëm nga buka, por nga vetmia. Sot, para se të mendosh për sofrën tënde, mendo për dikë që nuk ka kusht t'ia trokas derën. Mendo për dikë që ka nevojë për një mesazh, për një falje, për një përqafim. Ramazani nuk është vetëm uri, nuk është vetëm etje. Nuk është vetëm një fotografi e bukur e sofrës me mbishkrimin Elhamdulillah. Ramazani është zemër, është dritë, është mundësi për të bërë më i mirë se dje. Disa numrojnë orët sa kanë mbetur për iftar. Disa shikojnë orën çdo pak minuta. Por apo e shikojmë zemrën tonë? Ramazani është pyetja, a e fala dikë? A e ndihmova dikë? A e vizitova dikë që është vetëm? Ramazani është pastrimi brendshëm, është momenti kur hesht edhe kur ke të drejtë, kur fal edhe kur të dhemb, kur jep edhe kur ke pak. Ramazani nuk na mëson vetëm të mos ham. Na mëson të mos lëndojmë, na mëson të mos harojmë njëri tjetrin, na mëson se zemra ka nevojë për dritë, jo vetëm stomaku për bukë. Është momenti kur e ndalon gjuhën para se të lëndoj, kur e ndalon zemrën para se të urrej, kur e hap dorën para se të mbyllet në ego. Në shumë fshatra, ka shtëpi ku iftari shtrohet me pak bukë, por me shumë sabër, sepse 30 ditë Ramazan ikin si frym, por veprat mbesin. Pyetja është, çfarë do të mbetet pas nesh? Një status apo një vepër që vetëm Zoti e di? Sepse Ramazani nuk është vetëm uri, Ramazani është zemër.